Protesta kësaj të shtunë ka qenë tepër ashpër nga banorët e Bakstriut, ato në përplasur fizikisht me punonjësit e sigurisë në zonë. Banorët përshkallëzuan protestin e tyre duke goditur mjetet dhe objektet e firmës në zonë. Në mbështetje të tyre ishin dhe aktivistë dhe qytetarë nga zonë ndryshme të Shqipërisë. Erdha më së fundi këtu për të shprehur solidaritetin tim me ata shqiptarë që duhet të jenë shembull për gjithë shqiptarët. Prona mbrohet edhe me gjak. Prona mbrohet, pronën e kanë çu shqiptar, pa ja u marrin. Nuk ja u marrin, se janë thjesht hajdut. Nuk kanë kuptuar që shqiptarët nuk e mbrojnë. Ky është vendi ku bëhet histori. Bëhet histori ta mësojnë gjithë shqiptarët. Çdo coptok do grabitet, nuk do i ngelet kurkujt as i coptok. Këtu njerëzit po tregojnë që janë burra dhe gra trima, po që mbi të gjitha besojnë Zot e besojnë pronë. Prona është e shenjtë. Këta njerëz treguan sot që prona do mbrohet me jetë. Çdo shqiptar do ta dëgjojë këtë prej meje. Edhe ata Roskovec që po bashkimula po u grabit. Dhe atje po u grabit fshatin komplet. Kështu po ndodh gjithë Shqipërinë, në çdo fshat, në çdo bregdet. Pasi marrë punë bregdetit do i shkojnë pjesës tjetër. Po nuk i mbrojtet me forcë, po nuk i mbrojtet me gjak. Nuk do i keni më këto prona. Ta nuk janë shqiptarë, ta është shqipfolës. Sot banorët e Rrjollit treguan ashtu siç duhet tregojë çdo qytetar i Shqipërisë për t'i marrë me hu çdo kënd që do tentoj t'i vjedhë pronat dhe për t'i futur drurin çdo kujt që do tentoj t'i vjedhë ata dhe takset e tyre për të bërë biznes mbi kurrizën e tyre. Qytetarët këtu kanë shumë të drejtë që të protestojnë pasi është marrë prona e tyre, i është marrë e drejta që ato kanë për ta trashëguar këtë pronë. Banorët shprehin se do vijojnë me rezistencën e tyre. Nuk ishim parashikuar në këtë mënyrë që shkoj, për arsye sepse kemi pas një kërkesë për të kenë një protestë paqësore. Mirë po nuk shkoi siç ishte parashikimi, për arsye sepse njerëzit ishin shumë të revoltuar për ngjarjen e pak ditëve më parë ku një punonjës i Bërçanit goditi një 17 vjeçar dhe kjo ishte një shenjë hakmarrje ku njerëzit donin që të merrin hak mbi këtë ngjarje që ndodhi pak ditë më parë. Sot e tregoj vetin Rrjolli se janë banorë dhe janë fshatar të Baksit Rrjollit dhe gëzojnë të drejtën e pronësisë sipas dokumentave të trashëgimisë tyre. Ja u kena thënë edhe më përpara, jena zonë kanonore, përderisa shteti nuk ndërhyn në linën nevoja neve me padrejtësi për padrejtësi gjashtu në oba. Ai që ka gjujt djalin ton na ka ardhur te komisariati me qyteti shoqërum, ndërkohë që djali jo një gjujtu ka shku me fugon policiet në komisariat, është majti shoqërum 5 orë. Kështu që kjo është një padrejtësi shumë e madhe. Kam një thirrje për ministrin e ri të brendshëm, Besfort. Mos e trajtohet të djalin e ri që u kthy nga Oxfordi me parimin për të bashkë Shqipërinë. Sot e ke në dorë me tërheq policinë e shtetit nga Rrjolli dhe me lanë drejtësinë me fol. Policia e shtetit nuk paguhet për me mbrojt punëtorët e Bashkimulës. Policia e shtetit nuk ashtroje private me rujt resortet e Bashkimulës, në kundërshtim absolut me ligjin në pronën e vjellën të qytetarëve të Baksit Rrjollit. Këtë ashtu nuk janë zhvilluar punimin në zonë.